edhe ka me bo histori për Raovesin për shkak se janë 4 hektar e gjysmë që do t'i përfshi kompleksiteti i krejt objekteve për të cilët cilat janë pjesë e sheshit qendror. A do të e përcjellur edhe me një parking nën toksor edhe mbi toksor? Po, ato janë ndodh. Parkingu mbi toksor është lëshuar në funksion, tjetri afër palesës aty është i gatshëm, parkingu nën toksor nuk është në funksion, është i gatshëm krejt, po na vjen kesh me për rrugtash, është me ndriçim me gjitha elementet që i ka një parking nën toksor i ka, me izolime me gjitha, dhe po besoj që këto janë objekte përcjellse me elementet e gjelbruara, hapësirat e gjelbruara, që i ka sheshi, tash i mjellë drojt dekorose, pra do të millen edhe të tjera, dhe unë besoj që kjo është shesh unik, që ka me shënu historinë dhe ne keme qenë krenar. Unë i mirë kuptoj ata që kanë shqetësimet përkohshme, tash, edhe i mirë kuptoj shumë. Çfarë shqetësime? Sepse jo betoni e tjerë, po ta presim finalen. Sepse kur arrihet finalja, atëherë ne do ta shohim që pas kemi bërë bashkë me qytetarët, përkundër që ndonjëherë ka pas ndonjë paqartësi, i cili pas kemi bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë, që kemi u krenu të gjithë bashkë, edhe të gjithë ata që kanë me vizitu këtë shesh, edhe Raovesin kanë me bo një vepër publike e cila do të mbetet do të kujtohet për 100 vjet. Po, absolutisht, dhe natyrisht një dimension tjetër jep edhe Hardh Festi. Po, patjetër. Në rrafshin kulturore edhe artistik. Gjithë kësaj, që i nevojitet Hardh Festit me gjithë ata vizitor, ketë më shumë bujtina, hotele edhe hapësira në cilat mund të qëndrojnë qytetarët që vinë jo vetëm nga Kosova, por edhe jashtë Kosovës, apo jo? Vërtet. Krahas kësaj, natyrisht krahas rrushit janë edhe specat, është edhe krusha. Është krusha që i ka më shumë dimensione. Qoftë në rrafshin bujqësor, qoftë edhe në rrafshin e kontributit njerëzor, në bazë të gjitha asaj çfarë ka ndodhur gjatë viteve të pushtimit, të okupimit, të sakrifica e madhe. Ju e keni patur një kujdesje më të veçantë në raport me krushën, jo vetëm në rrafshin